Medaljen e ASH-s me 5 deputetet e saj në opozit, koalicioni vlen në kuvend bie nga 14 në 9 deputet. Nga ana tjetër, 22 deputetet shqiptar janë në opozit. Çështja e legitimitetit po rikthehet sërish në diskursin politik, por zëvendës kryeministri i parë, njëri prej liderëve të Vlenit, Izzet Meçiti, kur u pyet për rënien nga 14 në 9 deputet, tha se loja sapo ka nisur dhe se do të luhet në fushën e frontit evropian. Sa i përket deputetëve, mendoj që loja nuk ka përfundu, loja ka fillu. Në mendu që me lëndën e zotit Aravari ka përfundu loja, atëherë do shohim në vijim se kjo lojë do vazhdon dhe do luhet në terrenin e frontit evropian. Kjo është mendoj ajo që mund ta them. Dërsa ne jemi të përkushtuar për ditë në realizimin e programit, premtimeve dhe afër qytetarit votuesit tonë. Edhe nën kryetari i lëvizjes Besa pjesë e Vlenit, ministri Fatmir Limani, shkoi një hap më tej, duke pyetur opozitarët se sa të sigurt janë deputetet e tyre. Sa janë sigurt ata, sa i kanë sigurt ata deputet cilët i kishin deri dje. Çështjen e legitimitetit të përfaqësimit të shqiptarëve në kuvend e përmendi dje në Daily Click edhe nën kryetari i ASH-s së Taravarit Nazim Taipi. Po ta kthesh në përqindje vjen më pak se 1/3 e përfaqësimit të shqiptarëve në këtë qeveri, që po ta marrim parasysh edhe çështjen e banditerit, sigurisht që nuk do të kenë quorum për të votuar disa ligje. Mëtej Taipi sqaroi se do të mbështesin ligjet që do të jenë në interes të bashkësive, por nuk e përjashton mundësinë se në disa raste do të bashkërëndojnë politikat me deputetet opozitar. Konfirmoi se ASH do të formojë grupin e vet të deputetëve dhe nuk do t'i bashkohet atij të frontit evropian. E nën kryetaria e BDI-s Arbana Pasholli, e pyetur për bashkëpunimin me frontin dhe ASH në kuvend, tha se do të merren vesh më vonë. E përshëndetëm hapin e tyre sa i takon reflektimit dhe asaj që u dëshmua se faktikisht shqiptarët janë të marginalizuar dhe se nuk janë plotësuar nevojat e tyre në këtë qeveri. Kështu që si do të vazhdoj më tej bashkëpunimi, ne jemi opozit, ato do të veprojnë njësoj si opozit në të ardhmen, do të tregoj koha besoj. Të gjitha këto çështje po hapen pasi ASH-ja e Taravarit vendosi të largohet nga qeveria, ende pa i mbushur një vit të plot në pushtet, si pjesë e koalicionit Vlen.